Wow. Lëndrim. Dhe me thënë, jo me miliona, po hey, get ready. Është MTV Music Awards. Në basë kësaj që kam parë sot, sigurisht Man of the Year. E merë çmimin. Të duash. Faleminderit shumë. Sa ka ndrejt që të asë të të shtanë. Mirë shumë. Ja kja rritë qëllimet. Sinqerisht. O, zot. Jena krenar me ty, te i mase. Të dua. Pret. Harova që është finale Big Brother dhe është maraton dhe është dikur 10 orë. E mbaj mend Big Brother 2-shin, mbarën gora 3 ca. Lidhemi me nysat në shtëpi edhe pse ata sonte na dëgjojnë gjatë gjithë kohës. Është pse lidhet? Si vetë lëndrimi që del. Urna? Si lëndrimi nuk del kërkush, kështu që është i Një lidhur. të thrasin Ludo dhe ta marrë mëre. Më vjen shumë keq Elionator sa të mi zemrat e mia. Ua tregoj se çfarë ndjesi ashtu të Nuk është shkelën fair. në skem. Më kishe lënë dikush koment. E Ludelin e mbështet Ermal Fezullau, Berin Destauni, Gjeni Lit. Edhe? Edhe? Edhe në pikat të tjera të Kosovës. Edhe? Femis. Wow, për finale super durata. Nuk do të mundemi dot më të shohim 24 orë dini. Që ti mbushim me dhurata super unike. Dhe tani janë 3 produkte kozmetike. Ashtu kur dalin banorët nuk mund të bëjnë bashkëpunim e vetë. Dhe ka qenë dhurat. Dhe po mund të qonin makina, pushime, njona tjetra. Buskuqe. Çfarë mendon për veten? Në çfarë aspekti? Që mbritet deri këtu. Nëse qëllimin e kam pas gjithmonë. Momente kur jam një. A meriton një Klodi finale e madhe? Sikur njerëz realisht nuk po më kuptojnë. Çka më ka shty me vazhdu në atë rast, ka qenë thjesht. E i rikujton ndoshta do momente të vështira në jetë ku ti realisht nuk je dorëzuar. Jo, zema. Sa të ka bë me vazhdu është flirti me gocat. Da. Did you bring chicken McNuggets? Më falë, flirti me gocat dhe me lëndrimin. Besoj që kam njoft veten pak më mirë, ban me njoft veten deri do pika që ndoshta jashtë nuk kishe mbri, sepse janë do kushtet jashtëzakonshme, edhe kjo sigurisht që ndihmon. Ndërkohë të studio që po bëhet finale, është bërë Supernova, të dini, just in case. Disa klientëve shumë special, por kujdes. Nuk duhet as ti Shumë takosh special. dhe as të flasësh me ta, derisa vllai i madh të jap urdhrin e tij. Okej. Okej? O zot, kush i sa jon këto pro. Unë e di kush i sa jon. Ajo është ajo. O zot, domethënë nuk e di. Duken kështu si prallat prapambetura të televizionit italian në vitet 1990. Ka ngelur aty. Do të përdoj e shkreta televizion italian në Kosovë. Gati për surprizën e tij, No, pyesi girl. pak.